sa të shpeshta nga ana tjetër janë dhimbjet testikulare tek meshkujt dhe kur duhet ketë një kontroll tek mjeku? Atëherë, dhimbjet testikulare tek meshkujt mund të jenë dhimbje të lehta, nganjëherë mund të jenë dhimbje thjesht inflamacioni, sepse një çun i ri ka luajtur futboll dhe ose ka shkuar në biçikletë ose ka bërë një xhiro në kal dhe mund të ketë krijuar një inflamacion të testikujve që zakonisht kalon pa nevojë për terapi. Ashtu siç mund të ketë raste që janë të mesme, siç mund të kemi infeksione të testikujve, që mund të çojnë në dhimbje pak më të madhe, që dhimbja mund të jetë më, le të themi, e vazhdueshme, mund të vazhdojë për disa ditë, dhe në raste më të mëdha kur kemi edhe dhimbje akute, dhimbje të forta. Kur duhet ikim te mjeku? Te mjeku duhet ikim në momentin kur kemi një dhimbje që vazhdon në disa ditë dhe përkesohet në vend që të përmirësohet, kur kemi enjtje të testikujve, kur ka skuqje të testikulit ose kur ka një dhimbje akute. Nganjëherë mund të çojë dhe temperaturë nëse kemi të bëjmë për infeksionin, kështu që nganjëherë mund të shfaqesh te mjeku sepse ke një temperaturë të lartë që nuk ulet. A është mit apo e vërtet, doktoresha, përdorimi i telefonit në xhep ndikon në aftësinë tonë riprodhuese? Atëherë, ka disa studime që kanë shkruar, kanë folur mbi këtë gjë. Ta them në mënyrë shkencore, realisht nuk jam e bindur mbi këtë, po që studimet kanë atë, le të themi, gjykimin e tyre dhe domethënë duhet t'i besojmë, që janë përgjithsisht mbajtja e telefonit në xhep mund të rrisi temperaturën e testikujve ose rrezet që mund të dëpërtohen nga telefoni mund të çojnë në problemet e fertilitetit. Qartë, po ashtu, doktoresha, neve shpeshherë shohim që të paktën tek meshkujt ndikon shumë edhe gjithë suplementet që ata shohin nëpër rrjetet sociale, nëpër internet, që shfaqen kudo, që kanë të bëjnë dhe me rritjen e madhësisë së organit gjinital. Janë të sakta këto suplemente që përdoren dhe reklamohen, shpeshherë ka të bëjë me vetbesimin mashkullor, lidhen dhe me mashkullin në përgjithësi? Keni një mesazh për këtë? Suplementet kanë rëndësinë e vet në disa probleme të caktuara. Suplementet janë shumë të rëndësishme kur kemi të bëjmë për inflamacione të testikujve ose inflamacione të fshikës së urinës ose inflamacione të prostatës. Mund të ndihmojnë normalisht sepse kanë efekte antiinflamatore. Suplementet që shkojnë të ndihmojnë në rritjen e organit gjinital nuk duhet i besojmë pavarësisht, le të themi, publicitetit që bëhet mbi këtë gjë, sepse nuk ka një suplement që mund të shkojë të ndihmojë në rritjen e organit gjinital dhe e di që shpesh herë domethënë meshkujt, them fatkeqësisht, sepse realisht më duket fatkeqësisht, drejtohen suplementeve të tilla ose mos saktë drejtohen edhe aparateve të ndryshme që mund të shiten online për të rritë përmasën e organit gjinital. Por duhet kemi shumë kujdes, sepse në disa raste dhe më ka rastisur disa pacient që kanë arritur efektin e kundërt, sepse në momentin kur ti përdor më shumë se sa suplementet, më shumë aparatet që mund të përdoren për rritjen e organit gjinital, nganjëherë këto aparate shkojnë të dëmtojnë traumatizma kronike, dhe traumatizmi kronik bën inflamacion kronik, dhe inflamacioni kronik çon në një kalcifikim, domethënë një shkurtim të aparatit gjinital. Kështu që nëse kemi dashur të arrijmë një madhësi më të madhe të aparatit gjinital, realisht kemi arritur efektin e kundërt. Dhe këta pacient vinë pastaj që duan kërkojnë për masën që kishin në fillim, përpara se sa të nisin terapitë, gjë që është e vështirë që të arrihet. Qartë, doktoresha, nga ana tjetër, nëse i referohemi këtij aspekti, a ka pacient qytetar që drejtohen tek një mjek androlog ose mjek androloge sepse kanë këto pasiguri? Absolutisht po. Këtë gjë e vërej që në kohët e fundit është përmirësuar shumë, e vërej sidomos në Shqipëri. Unë bëj her pas here vizita mjekësore në Shqipëri dhe aty vërej që ka shumë meshkuj të rinj që vinë dhe më drejtohen mua për probleme të ndryshme të sferës seksuale. Dhe nëse më përpara ka qenë më tabu ti drejtohesh mjekut, sepse nëse i drejtohesh mjekut për probleme të tilla, nuk ishe burr, nuk ke atë le të themi atë nderin e burrit,
tani kjo gjëja sikur ka kaluar, domethënë me një anë edhe është larguar i çika i turpi ajo tabuja për të drejtuar mjekut. Më duket më e tolerueshme. Qartë, duke qenë se ju e preket këtë aspekt, pse meshkujt hezitojnë të flasin për problemet e tyre intime? Meshkujt hezitojnë fiks për këtë gjë. Hezitojnë për turpin, për të shfaqur një mungesë, një debolesë të tyre. Domethënë, faktin që ti po tregon që nuk je ai burri i fortë, që nuk ke asnjë lloj problemi, por realisht edhe ti mund të kesh probleme. Dhe është mëse normale që ashtu siç kemi probleme ne femrat, të kenë probleme edhe meshkujt. Kështu gjithë ne kemi ato le të themi dobësirat tona, kështu që këtë që dua të transmetoj gjithmonë është nëse keni dyshime, nëse ka probleme të ndryshme që shfaqen, është më mirë që ti drejtohesh mjekut në kohë, të flasësh me të, sesa të presësh shumë kohë para se sa ti drejtohesh. Çfarë roli ka mashkulli në proceset e fertilizimit in vitro? Atëherë, varet nga problemi për cilin kemi shkuar në fertilizimin in vitro. Normalisht në bazë të cilësisë së spermës, sepse normalisht vlerësohet analiza e spermës në momentin që kemi një fekondim në vitro, në bazë të cilësisë së saj përcaktohet dhe se cili është mënyra e fekondimit në vitro. Kështu që luan një rol të rëndësishëm në rastet kur kemi probleme të mëdha të spermës, shkojmë dhe marrim spermën e seleksionojmë në një mënyrë të caktuar që është pak më e elaboruar, le të themi, se sa në raste kur kemi probleme më të vogla të saj. Edhe një pyetje të fundit, doktoresha, sa rëndësishme është që të kemi tek djemt dhe meshkujt një edukim shëndetësor të mirë dhe që ata të ndihen të përfshirë, pra duke qenë për zhveshur dhe për të asimiluar këtë lloj tabut që edhe ju flisni, që edhe pse në kohët e sotme janë gjithmonë edhe më të pakta. Atëherë, është e rëndësishme që një mashkull t'i drejtohet mjekut, të bëj vizita të vazhdueshme, që zakonisht janë një herë në vit. Në moshën e re është shumë e rëndësishme kontrolli i testikujve, sepse mosha 20, le të themi edhe 15-35 vjeç, kemi problemet e testikujve të ndryshme, është mosha që prek më shumë problemet e testikujve, dhe mund të kemi edhe problemet e kancerit të testikujve që nuk duhet asnjëherë harruar, edhe pse nuk janë probleme që shfaqen shpesh, por janë prezente realisht, kështu që është e rëndësishme që të ketë një vetë kontroll të testikujve, një vetë palpim i testikujve her pas here. Kjo është shumë e rëndësishme edhe në shtëpi që të bëhet të paktën një herë në muaj, dhe her pas here të bësh dhe një vizitë tek urologu. Le të themi që vizitat më periodike bëhen pastaj tek meshkujt në moshën 50 vjeçare sipër, sepse është momenti kur fillojnë problemet e prostatës, dhe problemet e prostatës prekin një popullat shumë të madhe të meshkujve, që janë zakonisht 70% të meshkujve, kështu që në atë moment duhet fillojmë të bëjmë një vizitë urologjike një herë në vit, bashkë me analizën e gjakut që quhet PSA, për të kontrolluar gjitha problemet që mund të çojë prostata tek meshkujt.